Kryetari i Partisë Socialiste ka patur një takim në mesditë me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Aleksandr Arvizu. Pas takimit të zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, kryetari Rama tregoi se me ambasadorin Arvizu u bisedua për nismën e paraqitur nga deputetët socialistë në kuvend. Duke u përgjigjur interesit të medias, Rama tha se Partia Socialiste është e vendosur në vizionin e saj se vendit i duhet një reformë kushtetuese. Kemi pasur një bisedë në fakt të nisur përpara se sa ne të depozitonim nismën tonë, dhe sot kemi folur për nismën tonë, për arsyet e propozimeve tona, për rëndësinë e një diskutimi të hapur dhe të gjerë e plotësisht gjithëpërfshirës për ndryshimet kushtetuese dhe padyshim edhe për vendosmërinë e plotë të opozitës që pa diskutuar se imuniteti duhet të kufizohet, çështja e ndryshimeve të kushtetutës imponon një proces që opozita do ta zhvillojë me përgjegjësinë të plotë deri në fund. Po përsa i përket votimit, do ta votoni ju vetëm një reformë përsa i përket heqjes së imunitetit, pa përfshirë ato pika që keni paraqitur dhe juve për zgjedhjen me 3/5 të numrit të madh të anëtarëve të institucioneve të drejtësisë? Ne nuk kemi vendosur kushte dhe as nuk bëjmë pazar me këtë proces. Ne kemi paraqitur një vizion të bindur se vendit i duhet një reformë kushtetuese në funksion të forcimit të institucioneve të drejtësisë dhe të rritjes së efektshmërisë së luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jemi të gjithë dëshmitar që korrupsioni është ulur këmbkryq dhe i ka rrënjët e veta në këmbët e tryezës qeverisë së Shqipërisë. Jemi të gjithë dëshmitar se krimi organizuar i ka lidhjet e veta drejt për drejt me qeverinë e Shqipërisë, gjëra këto të thëna dhe në raportin e Departamentit të Shtetit përveç se në shumë dokumenta të tjerë dhe jo thjesht nga opozita. Jemi të gjithë dëshmitar po ashtu se sa herë që çështje të një rëndësie madhore që kanë pasur të bëjnë me korrupsionin janë adresuar nga prokuroria dhe kanë shkuar në gjykat, imuniteti parlamentar as ka qenë pengesë dhe as heqja e tij nuk ka garantuar gjykim të drejtë dhe të ndershëm. Kështu që thjesht dhe shkoqur, Partia Socialiste është absolutisht e vendosur për heqjen, kufizimin e imunitetit. Është një qëndrim ynë i kahershëm. Kemi pritur vite që pala tjetër të vinë pozicionin tonë që kjo bëhet me një ndryshim kushtetues, por Partia Socialiste nuk do të arnoj kushtetutën në gusht dhe të bëj pastaj arnime tjera në shtator. Ne duam një diskutim i cili të jetë i plot për gjitha çështjet dhe pastaj në fund të këtij diskutimi secila palë voton ose nuk voton atë çka konsideron të nevojshme ose të panevojshme. Shqiptarët le të gjykojnë. Dua të theksoj gjithashtu që ky është një moment për t'i dhënë një shans të ri dhe të fuqishëm statusit të kandidatit për Shqipërinë, duke u treguar miqve dhe partnerëve, familjes europiane, se ne jemi të gatshëm të bëjmë reforma reale dhe se jemi gjithashtu të gatshëm si klasë politike të mos mbetemi në një debat shterp për imunitetin, që është debat i mbyllur për ne, sepse ne jemi prononcuar tani më, por përmes një debati për kushtetutën të bëjmë një sër ndryshimesh që ndajnë pushtetin politik nga pushteti gjyqësor, që ndajnë tryezën e Këshillit të Ministrave sot dhe nesër nga tryeza ku drejtësia do të bëjë
drejtësi. Kemi marrë ftesë për të shkuar në ceremoninë e votimit të zotit president të ri, zotit Nishani, do jetë Partia Socialiste? Kemi marrë ftesë dhe nuk besoj se ka arsye për ta diskutuar këtë ftesë. Gjithsecili është i lirë të shkojë ose mos shkojë. Po përsa i përket akuzave që vinë nga mazhoranca që ju po tentoni që ta shtyni qëllimisht ndryshimin ose më saktë reformën përsa i përket heqjes së imuniteteve në mënyrë që të mos merret prapë statusin në Unë e neveris këtë propagandë. Unë e neveris kryeministrin e Shqipërisë kur flet me një gjuhë të tillë, ndërkohë që kërkon konsensus nga opozita, sulmon përdit opozitën. Kjo gjuhë është një gjuhë me cilën nuk bëhen kompromise as në tregun e fshatarëve ku diskutohet çmimi i qepës dhe jo më të bëhen kompromise të mëdha për kushtetutën. Por, nga ana tjetër, ne jemi në këtë pozicion jo sepse e dëshiron kryeministri, as sepse bën thirrje kryeministri. Për thirrjet e kryeministrit s'kemi asnjë respekt. Jemi në këtë pozicion sepse ky është pozicioni që i duhet vendit dhe mbi hesabet partijake dhe interesat e politikës ditës është aspirata për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ne jemi mishërimi kësaj aspirate, kemi bërë gjithçka kemi pasur në dorë, e nëse ka progres në procesin e integrimit, ky progres ka të bëjë vetëm me aspektet që lidhen me legjislacionin, me ligjvënien, ku opozita ka pasur rolin e saj. Kemi votuar ligjet me 3/5, kemi bërë një zgjedhje spektakolare për avokatën e popullit, kemi votuar dhe një reformë zgjedhore në funksion pikërisht të statusit të kandidatit, pa vendosur veto deri në fund për gjërat që nuk na kanë pëlqyer, duke rrezikuar dhe marrëdhënien me aleatët tanë politik, e të gjitha këto tregojnë se pozicioni ynë është shumë i qartë. Ndërkohë që kemi bërë një përpjekje të jashtëzakonshme për të mos zgjedhur një president një anshëm noter partie, si ky që zgjodhi pala tjetër, edhe këtë në funksion të statusit të kandidatit, kështu që kjo është një propagandë e neveritshme, unë e neveris këtë propagandë dhe them që ata që e dëgjojnë dhe e besojnë këtë propagandë janë thjesht shurdha dhe qorra që ja kanë falur veshët dhe syt udhëheqësit tyre të lavdishëm, le ta mbajnë deri në zgjedhjet e ardhshme, se në zgjedhjet e ardhshme do ta largojmë bashkë me qeverinë me votën e shumicës dërmuese të popullit shqiptar.